gjuhëjtjet kanë ardhur nga tërë fshati. Më konkretisht, pjesa përparme, ka qenë dhe manastiri, dhe ana e Majt. Blind të cekët që në anën e Majt, kanë qenë i vendosur një snajperist, i cili ka shtunë gjatë tërë kohës. Dhe pozicioni i tij ka qenë shumë i rrezikshëm për neve. Dhe sipas meje, ai formacion nuk ka qenë veç nga kushdo, po ka qenë formacion ushtarak. Formacion ushtarak. Pasi gjithçka ka qenë e koordinuar. Gjuhëjtjet kanë qenë me prera të ndryshme dhe kanë qenë shumë afër nesh. Shumë afër nesh. Aq sa snajperi ka godit se dallohet një pushk snajper prej një armë automatike, ka godit shumë afër nga të ne. Unë atë në centimetra, veças nuk më ka godit. Shumë nga qenë shumë një rangëve, dhe vitet e tyre, ose organizimi ka qenë informacione ushtarake. A nuk të shpegojnë gjithë pse konsiderojnë një gjë? E konsiderojnë një gjë të tillë se nga përvoja, me trajnimet policore, na e dim që ato pregaditje, ato formacione, ato armë, nuk i kanë disa, themi, terrorist ose personat, grup i caktuar, i thjesht. Mirë po, për përdorimin e tyre, duhet me pas trajnime të caktuara edhe me pas një uri shumë të mirë. Gjithë qartë, do më thënë, ka qenë e koordinuar. Ka pas asë një lëvizje të pa koordinuar. Kja e bënë që ata kanë qenë një grupis mirë pregaditur. Ka pas një plan shumë të pregaditur mirë. Të thoni se nuk ka qenë një grupis zakonshëm, nuk kemi fjallën ka qenë, nëse të mundhejnë ashtë, ka qenë grup kriminal, po, kështu e kam fjallën, grup kriminal, i strukturuar shumë mirë. Dhe me persona, me njohuri të ndryshme, të armëve. Sa aty është, si që kemë parë dhe më thonë, është gjuhëjtëve edhe me raketa Hells. Gjë raketa Hells i donë njohuri, edhe një ushtari thjesht nuk dhe me përdore. Nëse jemi në ushtri, të duhet jesh kualifikum për atë njetë. Pajisit e pas dhe ka do më thonën, ka qenë i droni, që ka qenë gjatë tërë kohës që në ka vëzhgu neve. Ka qenë do më thonën e pregadit veni ndryqimi. Edhe lëvizit e tëre, mirë po, është normal që nuk mundemi me identifiku. Pasi që ata kanë qenë largësi, ka qenë tërë, dhe ne ka qenë ndryshimi madh, ata kanë qenë të pozicionuar, mirë, dhe kanë qenë të përgatitur. Kom pa vetëm lëvizjet, por jo me identifiku. Jo me identifiku. Dërsa lëvizjet po. Lëvizjet po jo me identifiku. Pasi që ka qenë largësi ose tërë. Sepse ka qenë largësi dhe tërësi. Por disa lëvizje.